Po duhet parë nëse hynte shpifja dhe mos harrojmë që kemi qenë në një fushat zgjedhore, elektorale dhe duhet të kuptojmë që ka dhe një vendim të gjykatës kushtetuese për sa i përket shpifjes dhe kur bëhet nga politikanët për në sallën e parlamentit. Nuk e di tani se ku shpifja dhe çfarë kërkon zoti Malaj. Nuk është deklaratë në sallën e Kuvendit, në folklore është deklaratë e bërë gjatë pak ditë përpara zgjedhjeve, 2 ditë përpara zgjedhjeve, në mos gaboj pikërisht në një nga fshatrat në Maqellar, aty ku palët ishin në terren për të kërkuar mbështetjen e elektoratit. Unë besoj se nuk ka për të ecur si çështje dhe ka për të pushuar nga ana për të rrëzuar si akuz nga ana e gjykatës, sepse do të kuptojmë diçka dhe emocionet, do të kuptojmë ngarkesën që kanë edhe palët partitë politike dhe personazhet cilët kryesojnë grupet në këto zona, në përqarqe, dhe kështu që besoj se do mbetet thjesht në kuadrin e luftës politike dhe besoj që edhe gjykata, pavarësisht se gjyqtarja është zonja Gjoka, nuk do ketë ndonjë zhvillim pra nuk do ketë dënim penal ose dënim e gjop, siç e parashikon kodi penal për shpifje. Nuk dëmton imazhin një deklaratë e tillë për pak ditë përpara zgjedhjeve që mjeti i bllokuar, ky është incidenti të paktën i raportuar në Maqellar, që mjeti ishte në mbështetje të kandidatit socialist. Në këtë vend Dafina duke bler vota. Po jam i qartë. Në këtë vend kjo është gjëja më ansore, më fundore, gjëja më pavler, ku këtu shpifet nga mëngjesi në darkë, për lloj-lloj njerëzish, për lloj ngjarje, për lloj episodesh, për lloj-lloj historish dhe askush nuk flet. Po nuk do të thotë që këtu nuk ka shpifje. Fakti që këtu shpifet për ditë. Problemi qëndron që varet thash si do ta vlerësoj gjykata, sepse thash është një luftë politike dhe në një luftë politike thuan edhe fjalë të pakëndshme, thuan edhe fjalë të cilët padyshim që nuk janë fjalorin e gjuhës tonë ose jashtë kontekstit të jashtë fjalorit tonë, por duhet parë pastaj se si do ta vlerësoj gjykata, sepse shpifja në fakt do ishte mirë për mua në vështrimin tim, që çdo njeri që shpif qoftë edhe në studio televizive dhe kudo, të dënohej, sepse të dënohej ashtu siç e parashikon kodi procedurës, sepse është bërë mod në Shqipëri që shpifet për çdo gjë. Tani duhet parë si do ta vlerësoj gjykata, sepse ka shumë çështje edhe në SPAK, të cilët janë quar atje në gjykatën e posaçme dhe më pas gjykata i ka pushuar. Pra nuk është ky rasti që unik i vetëm që gjykohen kjo gjykatë për sa i përket shpifjes. Dhe ka pas dhe raste të tjera që më pastaj nuk jam vlerësuar në gjykata dhe ka vendosur pushimin e çështjes. Zoti Sota, si mendoni se do të shkojë kjo çështje? Jeni dhe ju në të njëjtën linjë me avokatin, meqense këtu shpifet shumë e përdit edhe në një farë mënyre po kthehet në një normë dhe jo domosdoshmërisht do duhet të marrin ndëshkim në gjykatë? Kemi 33 vjet që bëjmë politikë, fatkeqësisht ata të cilët kanë veshur kostumin e politikanit dhe të funksionarëve publik arrin të përdorin këto fjalore dhe këto forma të cilët sulmojnë dhe etiketojnë kundërshtarët e tyre. Mbas kaq vitesh duhet kemi një maturi politike, duhet kemi një përgjegjësi politike, si në sallën e parlamentit, ashtu dhe në jetën publike, sepse është krejt normale që të ndalojmë një ditë nga shpifje, denigrimi dhe bullizimi i personave dhe i njerëzve të ndryshëm. Nëse kjo është një akuzë publike dhe sigurisht që ai po e ndjek, do të jetë gjykata ai që do ta vlerësojë apo jo, nëse kemi elemente kësaj natyre, nëse ai element që ai përdori mund të ndikojë apo jo në rezultatin e zgjedhjeve, pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve. Se presupozon që çdo ndikim i padrejtë, pavarësisht nga shpifja, ajo është ndikim i drejtë për drejtë në rezultatin e zgjedhjeve, tek votuesit, sjellja e votuesit që do të jetë ndaj tyre. Por mendoj që në rastin e një fituesi, është më e udhës, mos shkojnë për të ndjekur, po themi, këto rrugë dhe këto, është më e mirë është falje dora që mund të jepet dhe rrugtimi i tij politik, se sa të merret duke ndjekur rrugë të gjykatës, sepse gjatë gjithë kësaj kohe më shumë kemi denoncime politikanët me njëri tjetrin se sa për problemet të tjera që kanë. Në 4 vitet e ardhshme do të ndajnë të njëjtën sallë, Kuvendi ndoshta do të jenë në komisionet përbashkëta për ta përmbyllur se duhet shkojnë publicitet. Jo, unë mendoj që faktike shpifja nuk nderon askënd, sepse do të kuptojnë diçka që të gjithë njerëzit kanë një familje, kanë një rreth familjar të zgjeruar, kanë shoqëri e kështu me radhë. Unë mendoj që shpifja nuk nderon askënd,
por duhet parë në konteksti dhe në momenti se si janë thënë dhe kur janë thënë. Por gjithsesi unë jam nga ata që mendoj që shpifja dhe fyerja publike duhet futur tamam në kodin penal, jo si kundrabajtje, po tamam si vepër penale, sepse thash është bërë mod në fillon. Të sjellë dhe një reflektim që politikanët të mendojnë mirë kur flasin, gjua atyre të jetë gjuhë e cila të flasi për vlerat e të flasi për qytetarët, se sa akuza të ndësjellta një. Po jo vetëm por edhe për qytetarët, sepse kjo është bërë mod në banaqe televizive dhe ku do në analiza çdo gjë, zihen, shfyen, shpifin, shajnë dhe kështu që kjo duhet marrë fund. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime, do të ndalemi edhe te gara për kreun e BKH-s. Deri në orën 16 sot ishte afati zyrtar, 5 janë kandidatë në garë, mes tyre edhe Gledis Nano. Këtë dhe të tjera i diskutojmë pas publicitetit. Na ndiqni.